Përshëndetje, mirë se vini në një episod tjetër të podcastit të Shkollës së Jetës. Me mua, Elona Lopari. Sot do të flas për presionin e autoritetit që themeluesit dhe sipërmarrësit ndjejnë kur vjen një moment në kompaninë e tyre, kur ata po e mbajnë kompaninë e tyre në shpatulla ose në gjoks. Dhe gjithë presioni që ata ndjejnë, sepse çdo gjë në kompaninë e tyre shkon tek ta. Ato janë vendimarrësit kryesor. Mbase janë duke deleguar, kanë skuadra dhe njerëz, po përsëri këta njerëz nuk kanë autoritetin për të marrë vendime në mënyrë të pavarur. Ti si sipërmarrës ose themelues, je duke u bërë drejtues emocional, që do thotë që biznesi dhe kompania juaj është i ngjitur ose i përpudhur fort me emocionet dhe energjinë tuaj. Ose mund të jeni duke përjetuar, le themi, këtë bottleneck, ose le themi brykën e fortë që është tek shishja e biznesit tuaj, që do thotë që çdo gjë duhet që të kalojë nga ju në mënyrë që të ardhurat të vazhdojnë, biznesi të ecë përpara dhe përditshmëria e operacioneve të jetë në gjendje që të shkojë dhe të bëjë atë gjë që duhet, sepse në fund të ditës shumë sipërmarrës dhe vizionar dhe themelues ndjejnë presionin që nëse ata nuk lëvizin, biznesi i tyre nuk lëviz. Dhe kjo është një pik presioni që arrin të gjithë themeluesit, dhe ka një zgjidhje për këtë. E para është gjithmonë vetëdijshmëria, për ta ditur që kjo ekziston, për të dhënë fjalë dhimbjes, dhe tjetra pastaj është zgjidhja e problemit. Mbase jeni duke përjetuar net pa gjumë. E keni parasysh atë gjumën që trupi është duke fjetur gjumë, por sistemi juaj nervor operues ose operational është duke ndetur zgjuar, duke zgjidhur probleme natën. Kjo është exactly çfarë ndodh, saktësisht çfarë ndodh kur ju jeni nën presion dhe keni arritur një pik në fazën e rritjes së kompanisë tuaj, që kompania juaj është bërë tashmë qendra kryesore e presionit në jetën tuaj dhe ju mban edhe gjatë natës duke zgjidhur probleme. Në vend që patjetër të kemi gjumën që na rest, si thon, që na pushon. Dhe nëse nuk pushojmë dhe gjumi nuk është i mirë, ne e dim gjithë çfarë ndodh ditën tjetër, që nuk kemi cilësi jete, marrim mendimet e gabuara, jemi tërë ditën me nerva, këto nerva i nxjerrin tek klientët edhe tek bashkëpunëtorët apo tek skuadrat, dhe kjo normalisht që lëndon kompaninë tuaj në fund të ditës dhe veten tuaj. Për mos të përmendur, le të themi, marrëdhëniet personale kryesore që han të parët, për fat të keq që janë njerëzit që u duan më shumë dhe u rrethojnë, gruaja, fëmijët, nëna, babai, motra, vllai. Nëse i keni afër. Kjo është çfarë ndodh. Tani, kjo nuk është shkak i motivimit. Gjithë sipërmarrësit që nisin diçka nuk kanë nevojë për motivim, sepse i motivon vetë zjarri që ata kanë i gjës që po ndërtojnë. Ky është një moment, ky është një problem i rikalibrimit të autoritetit tuaj të strukturuar. Që do thotë që është problemi i ndarjes midis leadershipit tuaj dhe operacioneve të biznesit tuaj, të kompanisë tuaj, në mënyrë që të krijohet hapësira e pavarur që të filloj kompania të eci vetë dhe mos ta mbani ju kompaninë në shpatulla. Dhe kjo është zgjidhja e problemit. Patjetër që problemi ka faza dhe secili është në fazën e tij. Kështu që nëse dëgjua diçka në këtë podcast që mendoni që okay, kjo vajzë po flet fjalët e dhimbjes time për t'i dhënë zë dhimbjes ose vuajtjes që po përjetoni në këtë moment caktuar, atëherë le të bisedojmë. Çfarë është gjëja e më presionuese që ju keni në shpatullat e tua tani? Për çfarë është ajo gjë që po ju lë pa gjumë natë? Ose më mirë, çfarë është ajo gjë që trupi do të pushojë, por mendja nuk do të ndalojë? Bisedojmë më tej. Ndajeni këtë podcast me sipërmarrës dhe themelues të tjerë që
mund të kenë nevojë për ta dëgjuar të paktën qartësimin e asaj gjëje që po kalojnë, pa shkuar tek procesi i dytë, që është zgjidhja e problemit. Kjo është puna që unë bëj me themeluesit dhe e shoh çdo ditë që nëse nuk bëjmë diçka, atëherë biznesi jon do të na zhys poshtë, edhe biznesi do të bie, por edhe vetja juaj do të bie. Dhe në fund të ditës ky është risku më i madh, që ajo liri kohore që menduam që do të kishim në biznes, po bëhet bisha që po na zhyt çdo ditë pak më shumë.